Se i lani këmbët çdo natë para gjumit me sot buke, rezultati do ju lërë pa fjalë. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe e muskujve është thelbësore për një gjumë të mirë, të qetë dhe të rehatshëm. Por disa metode natyrale, të cilat mund t'i shndrojnë edhe në zakonet më të mira tuaja, ndihmojnë që të ndjeheni më të çlodhur edhe në ditët në vijim, duke ju ndihmuar që t'jeni gjithashtu edhe më të relaksuar edhe kur keni më shumë nevojë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Brightside, në këtë video do ju sjellim një mënyrë shumë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sot buke për çlodhjen më të mirë të trupit, gjithashtu dhe të muskujve, dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme, këto të gjitha përpara se të shkoni për të fjetur. Cili është përfitimi i futjes së këmbëve në ujë të ngrohtë me sot buke në mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur? Mjafton të shtoni në një legen me ujë të ngrohtë 3 lugë çaji sot buke. T'i përzieni mirë dhe t'i mbani këmbët aty për të paktën gjysmë ore. Do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhje të gjithë muskujve dhe trupi juaj do të ngrohet në mënyrë të rregullt. Në fund të ditës, lodhja e trupit do të jetë gjithashtu më larg. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë do të çlodhë trupin dhe njëkohësisht do të largojë gjithashtu edhe problemet të ndryshme të rëndesës. Njëkohësisht do ju ndihmojë të ndjeni më të relaksuar edhe të lëvizni këmbët më lehtë ditën e ardhshme. Gjithashtu, uji me sot buke është i mirë për pastrimin e këmbëve, largimin e infeksioneve të tyre ose mykut, që zakonisht këmbët tuaja mund të krijojnë më shumë edhe lëkura të buta dhe inflamacione të njëpasnjëshme, të cilat lidhen edhe me shqetësimet më të mëdha të shëndetit. Uji me sot buke mund të përdoret edhe si një lehtësues shumë i mirë për trupin tuaj. Në fakt, uji i ngrohtë me sot buke rekomandohet për të gjithë trupin. Mjafton të shtoni në vaskën tuaj 3 lugë dhe sot buke, t'i përzieni dhe më pas të futeni në të për të bërë një dush. Kjo mënyrë do ju ndihmojë jo vetëm që të çlodheni, por gjithashtu të hapë poret e lëkurës dhe të promovojë një shëndet më të mirë në largimin e këtyre papastërtive të padobishme. Uji me sot buke do të zbusë gjithashtu trupin, do të largojë papastërtitë dhe do të përmirësojë gjendjen tuaj të lëkurës. Uji me sot buke është efikas edhe në parandalimin dhe largimin e problemeve të ndryshme të ekzemave dhe irritimeve të ndryshme që i kanosen në vazhdimsi shëndetit tuaj të lëkurës. Përdorime të tilla mund të jenë lehtësuese kundër kallove. Kallot në këmbë janë një problem i zakonshëm estetik, që mund të konsiderohet si tepër shqetësues edhe për lëkurën e këmbëve. Ai prek pjesën kryesore të trashë të lëkurës. Sadopak që të shfaqet, është mirë që të menaxhohet dhe të trajtohet ashtu si duhet për të marrë gjithashtu lehtësimin e duhur edhe për të evituar komplikacionet. Lëkurat e trasha, pra kallot, formohen për të mbrojtur këmbët tuaja. Ai është një efekt i reagimit të trupit ndaj fërkimeve të lëkurës në sipërfaqe të forta, të tilla si këpucët e punës, mjetet e tjera. Trupi e di se epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona ku bëhet fërkimi bëhet gjithmonë edhe më e trashë. Në këtë video do të listojmë disa receta natyrale për të eliminuar më shpejt kallot në këmbë pa përdorur produkte të ndryshme industriale. Lëngu i hudhrës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese në situatën tuaj. Hudhra ka veti të mira antiinflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelbi hudhër dhe i përzieni me një lugë dhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo, e mbuloni me një fazh dhe lini të veprojë gjatë gjithë natës. Presh në kombinim me uthullën e mollës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në situatën tuaj. I pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti të mira dezinfektuese. Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull molle. Aplikoni lëngun e përfituar në kallo dhe e lini të veprojë për disa minuta. Aplikojeni lëngun e përfituar dhe më pas përdorni edhe një gurz meril për të larguar sipërfaqet e forta që kanë kapluar shëndetin tuaj të këmbëve. Kamomili gjithashtu mund të jetë një ndihmë e mirë për shëndetin e këmbëve. Kamomili ka veti të mira antiinflamatore, ideal për trajtimin e kallove. Lyeni një top pambuku me lëngun e kamomilit e aplikoni direkt në zonën me kallo
dhe lini të veprojë për disa minuta. Përsëriteni këtë gjë disa herë në ditë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për higjienën tuaj të këmbëve dhe gjithashtu lehtësimin e kallove. Kallot në këmbë po kthehen gjithmonë më shumë në një problem që nuk po menaxhohet si duhet. Prandaj, për t'i ardhur në ndihmën shëndetit tuaj, duhet të ndiqni trajtime të duhura të specializuara në kushte shtëpie, në mënyrë që këmbët tuaja të qëndrojnë më të shëndetshme dhe pa inflamacione të ndryshme të tyre. Kallot në këmbë mund të jenë një shqetësim shumë i shpeshtë, sidomos gjatë sezonit të verës. Përdorimi i medikamenteve të ndryshme mund të jetë një zgjidhje gjithmonë nëse i merrni me këshillën e mjekut, por nëse i kapni këto shqetësime që në hapat e para, do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën dhe të ndërmerrni gjithashtu veprimet e duhura për të lehtësuar problemet në këmbë. Duhet thënë gjithashtu se pa shkuar te ilaçet natyrale, kallot në këmbë ashtu si edhe myku në to mund të parandalohen nëse tregoni më shumë kujdes dhe mbani një higjienë më të mirë të këmbëve. Dhe mbi të gjitha, kujdeseni që të mbani veshjet e duhura të këpucëve që u përshtaten më shumë dhe evitoni gjithashtu komplikacionet. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato të cilat janë më të rehatshme për këmbët tuaja, në mënyrë që ato të mos mbingarkohen dhe të fërkohen më shumë se sa duhen, edhe të krijojnë gjithashtu shqetësime të njëpasnjëshme, të cilat krijojnë edhe probleme të kallove. Një mënyrë natyrale kundër kallove në këmbë është edhe përdorimi i limonit. Për t'u aplikuar një fet limoni në këmbët tuaja gjatë natës dhe larja e këmbëve tuaja në mëngjes me ujë të bollshëm, do të jetë një mënyrë shumë e mirë stimuluese për qarkullimin e gjakut në këmbë dhe lehtësuese kundër problemeve të akumuluara të tyre. Kjo mund të jetë një mënyrë efektive shumë e thjeshtë që mund të realizohet çdo mbrëmje. Edhe xheli me bazë aloe vera mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për rutinën tuaj të kujdesit të këmbëve. Aloe vera është një përzgjedhje shumë e mirë që mund të shfaqet edhe me lehtësime të mira për këmbët tuaja, duke ndihmuar në lehtësimin e saj. Jo mund të përgatisni xhelin e 3 deri në 4 gjithë aloe vera me disa pika të vajit të susamit. Ato ta vendosni mbi sipërfaqen e kallove duke vendosur një garzë për disa orë. Kështu do të merrni lehtësimin e duhur për shëndetin tuaj të këmbëve. Një produkt i vlefshëm kundër kallove është edhe përdorimi i papajës. Lëngu i këtij fruti vepron si një stimulues shumë i mirë i përmirësimit të qarkullimit të gjakut në këmbët tuaja. Kështu, edhe përdorimet të tilla të tij mund të ndihmojnë që të keni një higjienë më të mirë të këmbëve. Ndjekja e këtyre trajtimeve të thjeshta në kushte shtëpie mund të jetë gjithashtu edhe një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të kallove, duke evituar krijimin e tyre mjaft të rëndë dhe duke sjellë gjithashtu një zgjidhje mjaft të mirë efektive dhe me kosto të ulët. Një tjetër mënyrë natyrale që mund të përgatitet në kushte shtëpie është gjithashtu edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshërë ose me miell tërshëre do t'japë lehtësimin e duhur kallove në këmbët tuaja dhe do ju ndihmojë të qetësoni atë ashtu si duhet, derisa të merrni gjithashtu edhe trajtimin e specializuar. Nëse ju ndodh shpesh, mund të përdorni gjithashtu edhe receta natyrale në kushte shtëpie të cilat mund të ndihmojnë në një rigjenerim më të mirë të shëndetit të këmbëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Lajini këmbët me ujë të pastër çdo mbrëmje, aplikoni hidratuesit e duhur dhe gjithashtu vishni këpucë dhe çorape që u përshtaten më shumë në higjienën tuaj të këmbëve. Ky është çelësi për një shëndet më të mirë të këmbëve dhe gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të kallove. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë alternativa juaj më e çmuar dhe më e mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj. Pra, kundër kallove në këmbë ka zgjidhje të mira natyrale, që me ndjekjen e recetave të duhura në kushte shtëpie mund të kthehen gjithashtu në aleate të vërteta të higjienës tuaj të këmbëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.